حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثت إمام طحاوي رحمة الله عليه: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. Allahu zemrohet dhe knaqet për pa përngjasuar asnjë nga krijesat. Temën për të cilën do me fol Imam Tahawiu me këto pak fjalë, me këtë rresht, ka të bëjë rreth knaqësisë, razisë së Zotit dhe hidhrimit të Allahut të madhruar. A thu, Zoti hidhrohet, apo nuk hidhrohet? E ka cilësi të hidhrimit i madh i Allah, apo nuk e ka? Sikurse në anën tjetër cilësia e knaqësisë, e razisë së Zotit. A thu Zoti knaqet me dikën, apo nuk e ka këtë cilësi? A është razi me dikën, apo nuk është razi? Pra e posedon, e ka këtë cilësi, apo nuk e ka? A i përket këtë cilësi të madhe të Allah, apo nuk i përket? Andaj, themi se ehli sunneti dhe xhamati, e tashmë ju e dini kush është ehli sunneti dhe xhamati, janë muslimanët, janë ata që janë tariqul mustaqim, janë ata që në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të tabiinëve, rrugën e 4 imamave, të Abu Hanifës, Imam Malikut, Shafiut, Ahmedit, edhe kështu me radhë në rrugën aty në burrave të mëdhej. Gjithër duke përjashtuar rrugët që kanë dalë gjatë periudhës historike, e që të quhen fraksione, grupacione. Pra ehli sunneti dhe xhamati, duke filluar nga sahabët e pejgamberit alayhis salam dhe radhazi deri më sot, i besojnë dhe i pohojnë këtu dy cilësi të mëdha të Allah. Cilësinë e knaqësisë dhe të zemrimit apo të hidhrimit, të knaqësisë, të razisë të Zotit, apo të hidhrimit të Allahut të madhruar dhe të zemrimit, më zemru, më hidhru. I besojnë këtu dy cilësi, ashtu qysh i besojnë edhe cilësitë e tjera. Sikurse që kemi cekë edhe më herët se dashuria, urrejtja. A e don Zotit dikon? Apo Zoti nuk e do kërkon? A e urrejn Zotit dikon? Apo nuk e urrejn kërkon? Pra, cilësia e dashurisë dhe urrejtjes dhe cilësitë e tjera i besojmë ne, të cilat i ka potencuar, i ka cekur Allahu në Kur'an, apo i ka cekur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet vërteta. Ky komentuesi i akidës Tahawi ibn Abil Izz është më i njohuri, thot, i gjithë ehli sunneti kanë ra konsenzës në ujdi, në pajtim, se Allahu urdhëron atë që ka dënë dhe që ka dëshiron. Ashtu si që ndalën nga ajo që ka e urrejnë dhe nuk e dënë. E urrejnë atë vepër dhe e urrejnë edhe kryerësin e asaj vepre. Po dhe me të regu që krejt muslimant janë ujdi se Allahu i ka këtu dy
cilësi, te bareke wa ta'ala. Argumentet që vërtetojnë se Allahu i ka këto dy cilësi, cilësinë e kënaqësisë dhe të zemrimit, se Allahu kënaqet dhe zemrohet, janë të shumta. Por ja që disa njerëz edhe këto kanë dyshu, apo edhe këto kanë diskutu dhe kanë eliminu këto dy cilësi që shsekun pak më vonë. Ajetet e Kuranit janë të shumta, të qarta, se Zoti kënaqet dhe zemrohet. E hadithet janë më të shumta. Për ajeteve kuranore, sa për ilustrim, ka thënë Allahu: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan", ai i cili mbyt një musliman me qëllim. O fjala të vrasja me qëllim. Në surën Nisa, kur flet Allahu për mëkatin e madh, jashtë zakonisht madh, Zoti në kanë tokë dëzotet mëkat më të madh sa vrasja pa hak. Në raport me qiellin lart, mëkati më i madh është shirku. Në raport me tokën, poshtë në tokë, gjunahi më i madh është vrasja pa hak. E Allahu po thotë: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan", ai i cili mbyt një besimtar, një musliman që thot la ilaha illa Allah pa hak, fa jazaohu jahannamu, jazaja e tij në xhenem. Khalidan fiha, për gjithmonë do të jetë në te. Dënimi i tij në xhenem për gjithmonë do të jetë në te. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allahu është e hidhruar ndaj tij. Pra cilësia e hidhrimit erdhi në shprehje: o hidhru Zoti. Pra Allahu po hidhroi, ka ndaj dikujt, në këtë rast ndaj kujt, ndaj këtij personi, ndaj këtij katili, këtij vrasi i cili derdhe gjak pa hak. Wa la'anahu, dhe ka mallkuar atë. Wa adda lahu adhaban adhima, dhe për atë person Allahu ka përgatitur dënim të rëndë. Pra Zoti o hidhru ndaj katilit. Dhe ka thonë Allahu: "Wa ba'u bi ghadabin min Allah", dhe ata kundër vetes shkaktuan hidhrimin e Allahut. Është fjala në surat Al-Baqara, kur flet Allahu i madhruar për disa vepra që kanë bërë që fotët, të cilët kanë fituar hidhrimin e Allahut Azza wa Jall. Pra shkaktuan hidhrimin e Zotit, Zoti hidhron ndaj tyre. Po hidhroi ka i madhi Allah Azza wa Jall. Ka thënë Allahu: "Radiyallahu anhum wa radu an", Allahu është i kënaqur me ta, me sahab, i kënaqur. Cilësia e kënaqësisë, o kënaqë Zoti me të. Për pëhën, për vërtetën, Allahu i madhruar, cilësinë e kënaqësisë, sa i me dikon kënaqë te bareke wa ta'ala, sigur se me ata tjerë që hidhru me herët. Allahu radiyallahu anhum wa radu an. Allah është i kënaqur me ta, po edhe ata janë të kënaqur me Allahun e madhruar. I ka përshkruar ata musliman të parë, Allahu i madhruar, dhe kjo është lavdat e madhe e Zotit për ta. Po i lavdan Allahu shumë. Dhe kjo është shkalla më e lartë, lidhja më fort mes robit dhe mes Allahut. Kur arrin atë shkallë që Zoti dën ty po se po ti nuk për dina, po dën ai. Nuk për dina është i kënaqur ai me ty apo nuk është. E Allahu po thot, Zoti është i kënaqur me ta. Zotën, muslimani tani jetën e vet, tani jetën e tij. Edhe ta që nuk i di të a jetë përmenësh heq. Mos e gjere njerëz. Tani jetën e tyre mundohen me fitu arazin kënaqësinë e Zotit. Që kjo është. Dhe gjithmonë thojnë, razia Zotit qoftë mbi ty, razia Allah qoftë mbi neve, kënaqësia Zotit që i bie në kuptim, kënaqësia Zotit qoftë mbi ty, kënaqësia Zotit qoftë mbi ne. Allahu
qoftë i kënaqur, ose o kënaqet Allahu me veprat tona, me fjalët e tona, me qëndrimet e tona, ku do qoftë ku. Gjithmonë musliman, vetvetive kanë këtë bindje se Allahu kënaqet me veprat, me fjalët, me qëndrimet e robëve të tij, por në anën tjetër edhe hidhrohet. Pra dhe bëjnë dua me arrit këtë shkallë, që i bie se ata e besojnë, muslimanët e besojnë se Zoti kënaqet dhe hidhrohet apo zemrohet te bareke ve taala. Ka thonë Allahu për sahabët e pejgamberit tash në një rast tjetër, e që është fjala për sahabët që kanë marrë pjesë në marrëveshjen e Hudejbis, ku kanë qenë hiç më pak se 1400 veta. Dhe ja kanë përtri pejgamberit besën alayhi salatu wassalam se janë në gjendje një nga një krejt me vdek. Ishte meselja a me hyë në Mekë, a mos me hyë, se këta shkon me vizitua qabën e shajt, 6 vjet masi ishin shpërngull, kishin kalu përmi 6 vite, dhe afrun deri afer Mekës me ihrama, me të pregaditun, jenë përmallu shumë për qabën, vendlindjen e tyre, dhe ata i penguan, dhe ndodhe që ka ndodhe, erdhe deri të marrëveshje në fund, por gjatë kësaj procedure, edhe për haplajme sa është vra i deleguar i muslimanëve në Mekë Osmani, për më marrëvesh me ta, e pejgamberi alayhi salam o zëtu se nuk do të kthehet pa e marrë gjakun, hakun e Osmanit, qoftë edhe më vra. Dhe qënë sahabët, krejt e dhanë një të nbes, ja dhanë pejgamberit alayhi salam, e Allahu i madhruar i përshkrujtis këta sahabë qëndrimin e tyne, tha Allahu, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajarati. Vërtet, Allahu ishte i kënaqur, Allahu ishte razi me ata besimtar kur në hijen e asaj peme të betoheshin dhe të zëtoheshin ty në atë që kërkove ti. Se kemi me vdek të gjithë deri në fund, nuk kemi me u kthy pa marr hakun e Osmanit ose me kuptu çka bo punë e Osmanit, ku na met ai i bekuar. Thash se për hap lajmi që ai ka vdekur, në realitet nuk ka vdekur Osmani. Por meselja, neve në interesant këtë meselja është këtu se Allahu po e pohon, po e vërteton cilësinë e kënaqësisë. Ndërsa nga hadithe e pejgamberit alayhi salatu wassalam aty janë shumë të natyrisht, prej tyne hadithi i shefatit që kemi cekur në akidet e havije gjatë shpjegimit, në disa herë kemi cekur, ku në ditën e gjykimit që transmeton e Buhariu radhiyallahu anhu, hadithi gjatë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mes tjera shka thonë, o fjala për ditën e kiametit. Vërtet Zoti im, sa do është hidhruar atë shumë, sa që kur më parë nuk është hidhruar në këtë shkallë, dhe as nuk do të hidhrohet më pas. Kështu thot Ademi alayhi salam, kur njerëzit pas një kohë të gjatë, jashtë zakonisht të gjatë, e Zoti e din sa e gjatë, që qëndrojnë në ditën e kiametit pas janë në rinjallë, e vështërsi e siklet i madhë, po mbi gjitha friga e madhe, sepse ende kërkosh nuk po ju flet, ende kërkosh nuk po merr ndonjë vendim, ende nuk ka filluar llogaria, nuk po din çau ka bëhet. A do të mbesin që ashtu për gjithmonë? Nuk e di. Dhe një grup njerëzish, flasin njerëzit me zveti, këtu në fjalë pjesë të hadithit, në këtij hadithi flasin shumë me zveti, edhe thojnë, a bën me shkue të Ademi, me lypë, gjithë ka Allah blak lypë, nuk e keni Ademin, babën e ju, ai është njeri i parë, ai e baba jo më shumë të hak, ka ndaj neve,
Pastaj është i dashur i Zotit. Atë ka kriju Allahu. Dërsa ne tjerë kemi arë sebeb, pe sebepeve, pe babe, pe nane. Atë ka kriju Allahu pe balte. Dhe ajo është i cili në ka nxjerrë pe xhenetit, në ka qitë në tokë, në bëllë mirë mi ka në xhenet. Shkoni, kërkoni prej tile të bë shefat, të i madhi Allah, azza wa jall. Dhe kjo hadith që është hadith e shefatit. E Ademi alayhi salam e ka rrok sikleti i madh për veten e vet. E ka rrok dert i madh për veten e vet. Dhe nuk guemerra, nuk guxon marrat atë hap nuk guxon, po mes tjera thot, nuk guxoj se Zoti është hidhuruar sot. E cik cilësinë e hidhrimit. Zoti është zemruar. Atë shumë sa që kur më parë nuk ka qenë kështu i zemruar. Tanë thojnë, por shko të Nuhi, i thot Ademi. E shkojnë të Nuhi. E Nuhi gjithashtu nuk guxon e i shtynë të Ibrahimi. Dhe Ibrahimi prapë nuk guxon. Dhe të njëjtë të gjatë cekën të tonë këta. Zoti është i zemruar. E shkojnë, e i thojnë, i thot shko të Musa. E shkon të Musa alayhi salam. Po edhe Musa nuk guxon me marrë këtë hap. E i dërgon të Isa alayhi salam. Edhe Isa të njëjtën gjë këtan, ulul azmi min ar-rasul. Dhe thot por shkoni i dërgon, shkoni të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi Muhamedi thot ana laha, unë jam për te, unë jam për te. Pra unë jam për me bë shafat. Dhe shkon bën i bjen sejdë Allahut të madhruar. Dhe e madhron Allahun, e falënderojmë Allahun dhe tjerë. E kemi të cek hadithin më gjatë, më herët. Pra qëllimi është se tonë pejgambert, në këtë hadith të vërtet, që transmeton Bukhariu, Muslimi, të gjithojnë se Allah është i zemruar shumë këtë ditë, i hidhruar. Pra e pohojnë, e vërtetojnë cilësinë e zemrimit të hidhrimit. Pas të hadithi e Ebu Said al-Khudriut, këti sahabiju tjetër, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se pejgamberi ka thonë: Allahu tebaraka wa taala ju thot banorëve të xhenetit, la ilaha illallah. Pasi të futen në xhenet krejt rob të Allahut, ata që janë për xhenet natyrisht, Allahu na bëj prej tyre ya rabbil alamin. Kur futen në xhenet krejt, dhe Allahu i madhruar u flet, u jap selam, i përshëndet, e i pyet a vëdanim diçka më shumë, e ata deklarohen e çka më shumë, kurse ne ke falë gjinohet, e na ke mëshirue, na ke futën xhenet, gjithë të mira. E Allahu e hjek perden e vetë, te bareke wa taala, edhe shofin nurin e Allahut, xhenetlit edhe mahnitën, prej bukurisë të madhe sa që më nuk jam mërmenjas, i harrojnë të mirat e tjera të xhenetit. E Allahu i madhruar, edhe ftyrat e tyre i ndriçohen më shumë bujnur. Allahu i madhruar thot që ne po na intereson këto këtë hadith. Se hadith është i gatë. Sot o alejova ju e knasin time. O ju banor të xhenetit. Sot o alejova ju e knasin time. Dhe kur më nuk do të zemrohem, nuk do të hidhrohem ndaj jush. Vetë Allahu, këtë hadith, edhe kjo është i pari në Bukhari dhe në Muslim, po e potencon, po e vërteton, po e cek, cilësinë e knatësisë dhe cilësinë e zemrimit. E pse ne mos t'i besojmë, kur ai ka cek vetë, te bareke wa taala. Këtu teksta për citate nga Korani dhe Seneti dhe shumë të tjera të ngjashme me to vërtetojnë qarta prapa asnjë dyshim se Allah i madhruar kënaqet apo gëzohet dhe zemrohet apo hidhrohet. Ashtu qysh i përket lartmadhërisë së tij e ne nuk e dim qysh. Qysh i përket lartmadhërisë së tij. Pa i përgja kërkujt nga krijesat e tij.
Kjo për faktë se Allahu nuk i përgjan krijesave të tij në asnjë cilësi. Tebareke ve Teala. Për atë arsye Allahu ka thënë për vetveten e tij lejse kemithlihi shay. Kërkush nuk i përngjan Zotit. Asnjë send nuk i përngjan Allahut. Wa huwa as-samiul basir. Por Allahu dëgjon edhe shikon. Por edhe në dëgjimi dhe shikimi i Zotit nuk i përngjan kërkuj. Tebareke ve Teala. Dallon të shikuarit e Zotit, të dëgjuarit e Zotit, prej shikimit njeriut, dëgjimit njeriut. Dallon emnin po, edhe cilësia se cilësi po, njeriu sheh, edhe Zoti sheh. Njeriu nin, edhe Zoti nin. Por, a sheh njeriu se Zoti? A nin njeriu se Zoti? Jo. Këto nuk e thot njeri me që më këtë dënja. Pra dallon. Nëse dallon këto, atër dallon edhe në cilësi tjera. Atër edhe hidhrimi dhe knatësia e Zotit nuk e përngjajnë hidhrimit dhe knatësisë së krijesave të Allahut. Dhe kjo është kuptimi asaj që ka përdon me thonë Imam Tahawi, rahmetullahi alejhi që tha më herët, pa u përngjasuar me asnjë nga krijesat e tij. Allahu i madhëruar nuk i përngjason kërkujt krijesave të tij. Pra ne kështu e besojmë dhe kemi lehtë. Përderisa fraksione tjera e kanë mohu edhe njëren edhe tjetrën. Plot fraksione si Mu'tazilite, Jahmite, i kanë mohu këtu dy cilësit Zotit, knatësin, razin, hidhrimin dhe zemrimin. Sepse ata jenë nisë nga psikologjia e njerëzve, nga jetë që ndodhë njerëzve. Ata kanë komentu cilësinë e hidhrimit se rezultat i vlimit të gjakut, se rezultat që vjen refleks kundër një vepër që e bën. Për shembull, unë ti jena mirë shumë me zveti, për momentin të e bën një gjest, e flet një fjalë që mu më prek, dhe gjaku ja nis të unë e vlen. Gjaku vlen, edhe ngacmohet sistemi nervor, dhe unë nxehem, nervozohem, hidhrohem, edhe du mu të hakmarë. Ose me fjalë, ose me vepër. Ky është definicioni i hidhrimit, me të pyet dikush të përshkruajë hidhrimin, do të përshkruaj çështo, ose rreth kësaj, me fjalë tjera. Tani kanë thënë këtu si përket ki Allahu të madhruar te bareke ve Teala. Por ne thamë se nuk është kusht kjo, sikur se nuk është kusht cilësitë e tjera me përngjatë cilësive të Rabbit Zot të ju njerëz. Allahu po e pohon vetë, te bareke ve Teala, se ai është i kënaqur ndaj disa robëve të tij dhe i zemruar ndaj disa robëve të tij, po edhe pejgamberi po na sharron me hadithe alayhi salam. E pse mos të besojmë? Për më sharu këta dhe pak më ndryshe, themi edhe pak fjalë, por ajo që ka kuptua më lartë, ishte se kënaqësia dhe zemrimi janë dy cilësi të Allahut, me të cilat ai ka përshkruar vetën e vet dhe ka përshkruar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më kuptu këtë më mirë, themi cilësitë e Zotit ndahen, sifatet e Allahut ndahen në dy lloje, cilësitë e Allahut, sifatet e tij ndahen në dy lloje. Anë pse këtë kemi cekur më herët. Lloji i parë janë cilësitë, sifatet e Allahut që quhen sifat dhatije, që i përkasin lartë madhërisë së tij, të cilat asnjëherë nuk pezullohen nga Allahu i madhruar, por gjithmonë ai është i përshkruar me to. Si fjala vjen të pamorit,
e të dëgjuarit. A mundemi të themi, a mohojnë muslimanë se Zoti sheh dhënin? Jo. A mohojnë muslimanë se Zoti sheh ditën e nuk sheh natën, sheh nga njëherë e nuk sheh nga njëherë? Jo nuk thojnë ashtu muslimanët, por thojnë Zoti sheh gjithë. Po Zoti ka pa dhe kur s'ka pas njerëz heq, po dhe mas i ka njerëz, po dhe mas i ka krijesa tjera. Kjo është cilësi dhatije i përket lartë në dhërisë të ti, kur Zoti nuk ka qenë që s'ka pa, as nuk ka qenë i shordo që s'ka ndëgju, por gjithmonë ka pa dhe gjithmonë ka ndëgju. Ndërsa lloji i dytë të cilësive të Zotit janë sifat fi'lije, cilësitë vepruaret. Cilësi apo sifat të cilat ndërlidhen me dëshirën dhe me vullnetin dhe me zgjedhjen e Zotit. Ashtu që nëse Allahu don apo ka dëshirë, i bën ato apo i ka ato cilësi, apo vepron me to, si fjala vjen urrejtja, dashuria, zemrimi, hidhrimi, razia, knatësia, po dhe të folurit. A flet Allahu kur panal? Jo. Por, a mohojmë në të folurit? Jo. Pra, është cilësia e ti, cilësia e veprimit, kur dënë vepran me te, e fut funksion. Të bare kjo, po këtë edhe njeri ka. Edhe njeri, her hesht, her flet. Me dasht let, me dasht hesht. Vetëm se njeriu nuk mund i kontrollon për të cilësi, si për shkak punën e zemrim dhe knatësisë, se pu janë zemrë, s'u i kontrollon. Dhe ka një herë, pa dëshirën e tij, knaqet me dikend. As se ka pas mend më knaq, ose hidhrohet ndaj dikuj, që se ka shku mendja kur që ka me hidhru ndaj dikuj, se kanë kontroll. Ndryshojnë, edhe është normal kjo punë, sepse ndryshon njeriu prej Allahut, dhe ndryshojnë cilësitë e njeriut prej cilësive të Allahut, të madhruar, të bareke ve teala. Pra, nëse kuptojmë këto, se Allah i ka cilësitë dhatije që përkasin lartë madhërisë të tij, që nuk ndahen, nuk pezullohen asnjëherë, se të folurit dhe të dëgjuarit, dhe cilësitë e tjera, të cilat janë cilësitë të vepruarit, sifat fi'lije, e që janë të ndërlidhura me dëshirën dhe vullnetin e Allahut të madhruar. E prej tyne është edhe hidhrimi, kënaqësia e Allahut të madhruar, të bareke ve teala, ku Allahu kënaqet ndaj dikuj, e hidhrohet apo zemrohet ndaj dikuj, Allahu qoftë i kënaqur me neve, ja Rabbel Alamin. Sa të jemi këtë dynja, e ditën që kemi dalë për kësaj dynjas, dhe ditën që kemi me dalë para lartë madhërisë të tij. Allahumma amin. Zoti e din më së miri, wallahu alem. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. الله أكبر فوق كيد المعتدين